Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. Thuaj o Muhammed, mua mu ka shpallur se disa prej gjindëve krijesat e padukshme kanë dëgjuar dhe kanë thënë, me të vërtetë kemi dëgjuar një Kur'an të mrekullueshëm, i cili udhëzon në rrugën e drejtë, e ne kemi besuar në të, dhe kursesi me nuk do t'i bëjmë shok as Perëndisë son. Me të vërtetë qoftë lart madhëria e tij, Zotit ton. Ai nuk ka marrë për vete as bashkëshorte as fëmijë. Disa të marrët nga ne flisnin gënjeshtra për Perëndin, kurse ne kemi menduar se as njerëzit as gjindët nuk flasin gënjeshtra për Perëndin. E disa njerëz kanë kërkuar strehim të disa gjindë, e kjo vetëm që u ashtoi atyre tërbimin. Dhe ata mendojnë siç mendoni edhe ju, se Perëndia nuk do të ringjallë ask. Ne jemi ata që kemi arritur në qiell, por kemi hasur në plotërojet e forta engjëj dhe shigjetat e zjarta meteor. Dhe u lishim rreth tij, në përvendet e përshtatshme për të dëgjuar diçka, por ai që përgjon tani, do të hasë në shigjetat e zjarta meteor që janë në pritje pusi. Dhe ne nuk dim, se e keq ai që lëmohet atyre që janë në tokë, apo Zoti i tyre do t'i udhëzojë në rrugë të mirë. E midis një shka të mirë dhe ka që nuk janë të mirë, ka prej një kategori të ndryshme, grupe të përçara. Dhe ne e kemi ditur se nuk do të mund të shpëtojmë Perëndisë në tokë dhe nuk mund ta lodhim atë duke ikur në qiell. Dhe ne, posa dëgjuam uzimin Kur'anin, besuam në të, e kush beson në Zotin e vet, nuk ka përse të druajë nga dëmi as nga zullumi i tërbimi. Dhe ka prej një musliman, e ka prej një edhe mëkatar, e kush e ka përçafuar islamizmin, e ka zgjedhur rrugën e drejtë. Kurse, jo besimtarët, do të jenë lënë ndjekëse të skterës. Sikur të qëndroni në rrugën e vërtetë, ne do t'i furnizonim me ujë të bollshëm, për t'i vënë me këtë në sprovë ata, e kushdo që largohet nga të përkujtuarit Zotin e tij, Zoti atij ja nështron dënimin të ashpër. Xhamiat janë kushtuar Perëndisë dhe mos i ju lutni askujt përveç Perëndisë. Kur adhuruesi i Perëndisë Muhamedi u ngriti lutet atij, ata gjindët u tubuan rreth tij si të ishe shtrungëlishi. Thuaj o Muhammed, unë i lutem vetëm Zotit tim dhe as si ja bëj shok atij. Thuaj o Muhammed, unë nuk mundem t'ua largoj ndonjë dëm juve as t'ua sjell ndonjë dobi, vetëm Perëndia ka pushtet për këtë. Thuaj o Muhammed, me të vërtetë, mua askush nuk mund të më mbrojë nga dënimi i Perëndisë, as që mund të gjej strehim tjetër kund përveç te ai. Unë s'kam tjetër funksion përveç që t'ua predikoj atë që vjen nga Perëndia dhe të dërguarit e tij. Ai që se gjon Perëndin dhe të dërguarin e tij, atë pret zjarri i seterës, në të cilën do të mbetet për gjithmonë. Kur ata të shohin atë për çka u është drequr vërejtja, do ta dinë ata se kush është më i dobët në ndihmë dhe në numër më i vogël. Thuaj o Muhammed, unë nuk e di, a është afër ajo që u është premtuar juve, apo Zoti im ka caktuar për të afat me të gjë. Vetëm ai di sekretet dhe ai nuk i zbulon sekretet e veta askujt. Përveç atij të cilën ai e ka zgjedhur për të dërguar pejgamber, andaj ai para tij dhe pas tij, i vë ata që e ruajnë ngjit, në mënyrë që t'i di qartë se ai kanë zbatuar misionet e Zotit të tyre. Ai di në holl si çdo gjë që është e të dërguarit, ai di numrin e çdo gjëje që ekziston.